Omeri radiallahu anhu thoshte, kam frikë nga llogaria e rreptë që do të bëhet për mua në ditën e gjykimit. Por edhe kam shpresë të madhe në Zotin xhaleshanuhu, nga se ai është i mëshirshëm edhe mëkatfalës. Omeri radiallahu anhu, të nderuar besimtar, e balanconte edhe frikën, po edhe shpresën në Zotin xhaleshanuhu. Thoshte, nëse më thuan që vetëm një person do t'jetë nga banorët e xhenetit, kisha shpresë që Allahu xhaleshanuhu do të më fuse mua në xhenet. Por në të njëjtën kohë, frika ishte as tepër e madhe sa që nëse thirrte një thirrës nga qielli që në xhehenem do t'jetë vetëm një person, frika më çonte që të kërkoj mbrojtjen e Allahu xhaleshanuhu që o Zot i madh, mos jem unë nga ata njerëz që do të përvlohen nga plakët e xhehenemit. Balancim mes frikës dhe shpresës në Zotin xhaleshanuhu. Nga se e dini se edhe xhehenemi dhe xheneti ekzistojnë dhe ishin të bindur në fjalët e Allahu xhaleshanuhu dhe mendonin se Zoti xhaleshanuhu në çdo cep të jetës, çdo hap që bënin, i mbikëqirte dhe e vlerësonte veprën dhe punën që bëshin.